Arbisi, pse duhet ndodhi kështu? Se duhet ndodhi kush? Ja thuaj edhe njërë. Ta dra vetën hajdutin në shpi, ke kohë ka krevatit, në kuzhinë, ku di vetën, të në vjallë, atë thera, i rash, vdiq, ik në burg për vrasje. Po, shu e ka ligji shqiptare, vërtet. Po jo vetëm në Shqipëri, edhe në gjithë botë. Jo, edhe në Amerikë. Shu është në gjithë botë. Në Amerikë, në Amerikë vetëm mos i gjujmë as shpine, kur tjetë duke ik. I re për balë, se në Amerika i ban armën pikrish për këtë arsye. I re për balë nuk fillon procesi fare, Po, me sa unë në Itali, po, a i të dënon në Hollandë. Me gjitha te ne folëm për një marrë të ullët në vjetë. Jo, Nela bëri një pyetje shumë dhe dua që ta dëgjoj atë. Ku shkon kjo shoqëria? Se unë kam vënë re që nga videot, pra nuk është se kam zbuluar vetë, që këtu njerëzit vjedhin çdo gjë, kalojnë rrugës, vjedhin lule, shapka, kapse, është trauma, këto janë trauma, Morerio, nuk flasim për ai dukë Jo, se s'është trauma tani se nuk të nxjerr nga vakti, nuk të nxjerr nga vakti një lule. Prandaj pra po them. Shkulës lulen e pash njërin që do t'i gjysë bore, e shkuli lulen nga ajo. Ja ta them unë çfarë Për çaj duhet lulja? Ajo grua është një grua që ka dalë pa punë në 90-ën, nuk ka më buxhet për të pirë një kafe për vete, nuk ka një buxhet, po kjo është pjesa, po them unë gratë tek gjagjet. Dhe çfarë bën ajo? Nuk ka lekë ta bleja të lulen, pensioni nuk i del dhe thot ka ky lokali se ky ka lekë, se është biznesmen. Jo, një shoqëri që ka pe shkull. Jo, çështja është shumë e thellë. Një shoqëri që toleron vjedhjen, një shoqëri që ngre në podium vjedhjen, atëherë do t'i vjedhin edhe pandoflat, do t'i vjedhin edhe pasqyrën, do t'i vjedhin edhe biçikletën, edhe monopatinën. Them një rast që ligji ka bërë efekt. Jo, dëgjoj një sekondë. Them një rast që ligji ka. Jo ta them unë, ka një rast. As edhe një. Atëherë grabitjet, keni ju marrë celularin nga dora? Nuk keni. Grabitje varses, keni? Jo, nuk keni. Ishte një kohë para Po pse s'ka? Sepse marrëshi dënimit është jashtëzakonisht i lartë. 1 dhe nuk ka emigracion 2. Sa dënohesh për një... Shumë dënohesh, nuk e kam i dënë. Ndoshta edhe 7, ndoshta edhe 5, skandales, do më thonë, dhe mirë bëjmë. Burgjet me këta, more? Po, si pas pakut, zëvënd kryeministri janë i qofë se kapej në shkelje, dënoj diku deri 5 vjetë, të paktën këshu për fol. Gjermania praktikon qovë, për shemë, shumë. Një loj, me fjallë si të vëzë një varse, si ta të zësh robin me pistolet në Shqipëri, dënosh një loj. Edhe